shokun ton, vllahun ton, sametin ton, Allahu dhul xhelal ta mëshiron dhe këtë vorë ku e vendosëm, Allahu që ban një baçe për baçeve xhenet. Duke pas parasysh se Allahu dhul xhelal në Kur'an na ban me dije neve njerëzive në përgjithësi, kurse besimtarve në veçanti. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po ashtu na ka transmetuar në për hadithe lidhje me vdekje. Na e kemi besu këtë ditë para se të na vjen neve jeta. E Allahu dhul xhelal para se ta krijon jetën e ka kriju vdekjen që edhe mu edhe ti të na shofe se kush prej nesh do të bën vepra të mira. Ka ai në Kur'an thot alladhi khalaqal mauta wal hayata liyubliakum ayyukum ahsanu amala. Për ajo është Allahu, ajo është i plot fuqishmi, i cili ka kriju mas pari vdekjen, pastaj ka kriju jetën që ju shef juve kush prej jush do të bën vepra të mira. Të nderuar të pranishëm, Allahu dhul xhelal nga shumë ajete na përkujton dhe na thot se ju e keni paqetën një ditë prej ditëve ta shijoni vdekjen. Kullu nafsin dha'iqatul maut, thot Allahu dhul xhelal, çdo shpirt e ka patjetër ta shijon vdekjen. Të nderuar të pranishëm, kjo vdekja pasi pas ka shije, do të jetë shija edhe për mu, edhe për neve, edhe për gjithë njerëzit. Por shija do të jetë dy kategori. Për ata të cilët kanë besu, për ata të cilët kanë njësu, ata të cilët kanë vërtetu, ata të cilët e kanë thonë fjalën la ilahe illallah dhe e kanë thonë fjalën Muhammed Rasulullah, kanë jetu me këtë fjalë, e kanë thonë këtë fjalë, e kanë besu këtë fjalë dhe kanë dalë prej kësaj bote duke e pasën këtë fjalë. Këto njerëzi kanë shiju dhe të ta shijojnë vdekjen. Vdekja për ta do qete amël. Edhe kategoria tjetër jenë shumica e njerëzive sot në botë. Ato janë të cilët kanë mohu, ato janë të cilët kanë refuzu, ato janë të cilët nuk kanë besu, me një farë mënyre kanë bo inqar fjallën e Zotit, e kanë refuzu fjallën e Zotit, e kanë shajt fjallën e Zotit dhe nuk kanë dashën me dëgju për fjallën e Zotit, për fjallën la ilahe illallah dhe për fjallën Muhammed Rasulullah. Të nderuar të pranishëm, unë shpesh herë në për mezhlise kom përkujtu dhe kom thonë, vdekja të njerëzit do tjetë me tre mënyra, ose do tjetë me tre ngjyra, ose më mirë me thonë me tre boja, ose ka me kone kuqe për tije, ose ka me kone zez për tije, ose do tjetë e barë. Kjo e para është shumë e rëndë, e para është vdekje me gjak, e para është vdekje me hasëm, e para është vdekja me bela. Donë me nxerë karikën për jashta, nuk mundesh me nxerë. Donë me qetë pam, s'ki mundësi me qetë pam, sepse i e në bela. Elhamdulillah, në këtë familje dhe shumicën e familjeve tona, nuk kemi këse vdekje. E dita është vdekja e zes, kur vdes dikush prej nesh, ja nis katuni me thonë, shiqir që ka vdek. Ja nis mahalla me thonë, u kur ta lisëm. Ja nis me thonën kujshia, shiqir që shkoj. Sepse pas ka qenë në zullumqar, pas ka qenë i pa drejt, pas ka qenë aj që u ka bot dam katunit dhe u ka bot dam të gjerve. Edhe kër e përcjellin të vorët, e përcjellin me 6 veta, me 7 veta, me 8 veta, vetëm se për mi abo atetin. Edhe e treta është vdekja e bartë, kur dikush prej nesh vdes, edhe çdo kush prej nesh e ndin atë dhimt dhe thot, si be shkoj, kur shkoj, edhe çdo kush prej nesh mundohet ta thot një luqe dhe mundohet ta thot një dua, sikur se jemi duke mundu dhe kemi thonën që Allahu vllahun ton, Sametin, ta mëshiron dhe këtë vorë që ban një baçe prej baçeve të xhenetit. Të ndeshër vëllezër, nuk dihet se neve ku do të na roke vdekja. As nuk e dimi vendin, as nuk e dimi tokën. Ja Allahu dhul xhelal thot: "Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Edhe ti nuk mundesh me ditë që ki shpirti jot në cilin vend dhe në cilin tokë kam me vdek. Por si do që tjetë, ku do që shkojsh, ku do që ki me ndru jetë, mundohu që Allahun mos e harësh, si kurse është mundu vllau janë Sameti, që se haroj Allahun dhe në Talim, se haroj Allahun dhe Ramazanin edhe në mund të retanta, sepse një muje pata gjemak vitin e kalum, edhe asë një vakt nuk ka mungue, edhe prej atere u banëm shokë, edhe pse i thash, unë të kom njoftën ma hele si pelivan, kom njoftën si bash, por tash jam të njoftën pak ma mirë se i bajt e sejde, Allahun dhul xhelal. Inshallah këto sejde dhe këto ibadete të cilët ai ka bo, ta Allahu t'i gjenë, natën e sualit Allahu t'a lehtëson,
edhe që ban nasib xheneti ja Rabbel Alamin. Unë në emën të familjes Gafuri kërkoj që ju vllau ton Samiti që bëni halal. Aja bëni halal. Aja bëni halal. Halal ju koptë edhe nga ana jonë, e pamja do t'jetë deri në ditën e xumë. Zoti ju shpërblet dhe nderoft. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.